Edhe pse është pastruar her pas here, kjo zonë e fshatit ribar të madh në Lipjan është rikthyer në deponi ilegale mbeturinash. Lipjani prin në nivel vendi me gjithsej 86 deponi të tilla në bazë të dhënave të 2023-s të Agjencionit për Mbrojtjen e Mjedisit. Statistika më të reja nuk ka. Në gjithë Kosovën në këtë periudhë janë identifikuar 746 sosh. Për numrin e deponive ilegale në komunën e Lipjanit ne tentuam të marrim përgjigje edhe nga autoritetet lokale këtu. Mirë po nga komuna e Lipjanit nuk qenë të qasshëm. Në këto hapësira vërejën kryesisht materiale ndërtimore dhe të anvisërisë. Në verën e vitit 2023, komuna e Malishevës radhitej e dyta për nga numri i deponive të egra. Kryesisht deponit ilegale në këtë komunë përbëhen nga mbetorinat që derivojnë nga ndërtimi dhe rënimi. Ku operatori përgjithur ka eliminu edhe 112 deponi të tjera ilegale. Deponi ka edhe në zona urbane dhe në ato rurale si në fshatra Drenoc e Tërpez, madje edhe Skajlumit. Jo, s'mund të theme që vinë nga jashtë, janë kryesisht zona, domethënë për rreth, kryesisht familjare. Si komunë, pra Asambleja Komunale e ka nda edhe 3 lokacione të ndryshme në fshatin Bajt, Llapsjell dhe Kiev, ku pritet që shumë shpejt të bëhet edhe funksionalizimi të tyre. Megjithatë, më 2023 pati rreth 1500 deponi ilegale më pak se në vitin 2018. Mikqyre shumë të madhe, pra mund vendosin kamera, duhet të bëhet rritja e numrit të inspektorëve. Në janar zyrtarisht ka hyrë në fuqi strategjia për menaxhimin e integruar të mbeturinave 2024-2035.